Në Mogadishu, arbitri somalez Omar Abdulkader Artan është pritur me entuziazëm të madh nga qytetarët pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara ku ju ndalua hyrja për të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026. Turma të shumta tifozësh dhe qytetarësh u mblodhën në stadiumin kryesor të kryeqytetit, duke valvitur flamuj të Somalisë dhe duke e përshëndetur si një figurë kombëtare dhe simbol krenarie për vendin. Artan, i shpallur arbitri më i mirë në Afrikë për vitin 2025, kishte planifikuar të bëhej gjyqtari i parë somalez që do të drejtonte ndeshjen në një botëror. Ministria e Jashtme e Somalisë deklaroi se është thellësisht të zhgënjur nga vendimi i Shteteve të Bashkuara, duke theksuar se pavarësisht përpjekjeve diplomatike, atij ju mohua hyrja në vend. Në deklaratë, qeveria somaleze e cilësoi Artanin si një nga figurat më të suksesshme sportive të vendit dhe tha se arritjet e tij janë burim krenarie kombëtare dhe frymëzim për të rinjt. Ndërkohë, FIFA sqaroi se nuk ka kompetencë mbi vendimet e vizave të vendeve organizatore dhe se është informuar që statusi i arbitrit nuk do të ndryshojë, duke e bërë të pamundur pjesëmarrjen e tij në turne. Rasti ka ngjallur debat të gjerë rreth procedurave të hyrjes dhe ndikimit të tyre në përfaqësimin ndërkombëtar në ngjarjet sportive më të mëdha në botë. Për shumë në Somali, megjithatë, pritja e tij në Mogadishu u kthye në një moment krenarie kombëtare, pavarësisht zhgënjimit për mungesën e tij në fushën e lojës në botëror.